Arestohet El R1 në Meksik, dyshohet se urdhëroi vrasjen e influencieres gjatë një live në TikTok. Ramon Angel Alvarez Ayala, i njohur si El R1 dhe një prej drejtuesve të kartelit Jalisco New Generation, është arrestuar nga autoritetet amerikane. Ai dyshohet se ka dhënë urdhrin për 2 vrasje që kanë shkaktuar tronditje të madhe në opinionin publik të Meksikës. Forcat speciale zhvilluan operacionin Tejnte në shtetin Jalisco. Gjatë operacionit mbeti i vrarë një prej anëtarëve të grupit të sigurisë së të dyshuarit. Sekretari federal i sigurisë Omar Garcia Harfuch e cilësoi arrestimin si një goditje të rëndësishme ndaj një prej organizatave kriminale më të dhunshme në vend. Autoritetet bën me dije se El R1, i cili sapo kishte dalë nga burgu në vitin 2022, dyshohet për organizimin e disa episodeve të rënda të dhunës në rajon. Një prej çështjeve që lidhet me të është vrasja e influencieres 23 vjeçare Valeria Marquez, e cila u qullua për vdekje në maj të vitit kaluar, teksa po transmetonte drejt për drejt në TikTok nga salloni i saj bukurisë në Zapopan në Jalisco. Sipas dosjes hetimore, autori i maskuar si korrier hyri në sallon, i kërkoi Marquezit të identifikohej dhe më pas e qulloi 2 herë me armë. Pamjet e vrasjes u shpërndan me shpejtësi në rrjetet sociale. Prokuroria dyshon se influencieria kishte qenë në një marrëdhënie romantike me Francisco Alvarez, një prej djemve të El R1. Hetuesit thonë se ai e kishte kërcënuar disa herë 23 vjeçaren dhe më pas ishte drejtuar të atit për të organizuar vrasjen e saj. Francisco Alvarez dhe personi që dyshohet se kreu ekzekutimin janë ende në arati. Emri i El R1 është lidhur gjithashtu me vrasjen e Carlos Manzo, kryebashkiaku të qytetit Uruapan, i cili u vran në nëntor gjatë aktiviteteve tradicionale për ditën e të vdekurve. Manzo po merrte pjesë në një aktivitet publik së bashku me familjen, kur një adoleshent ju afrua nga pas dhe qelloi disa herë. Truprojat e kryebashkiakut e vran atentatori në vend, ndërsa Manzo ndroi jetë në spital. Karteli Jalisco New Generation renditet mes organizatave kriminale më të fuqishme dhe më të dhunshme të Meksikës. Organizata akuzohet për trafikimin e fentanilit, metamfetaminës dhe kokainës, si dhe për zhvatjen e bizneseve lokale. Administrata amerikane e ka klasifikuar atë si një organizatë të huaj terroriste. Arrestimi u krye pas disa muaj shetime dhe një pune intensive të strukturave të inteligjencës. Aksioni përfshiu edhe një ndjekje me automjete në qytetin Hato Tonilco El Alto. Autoritetet meksikane nuk kanë sqaruar nëse Shtetet e Bashkuara kanë marrë pjesë drejt për drejt në operacion. Ambasadori amerikan në Meksik, Ronald Johnson, ishte ndër të paktët që reagoi pas arrestimit. Ai deklaroi se ata që gjenerojnë dhunë dhe trafikojnë fentanil do të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre, tha ai.